përfaqësuesja e Kosovës. Ku qëndroj? A është ende sholle selektor, cilat janë projekcionet për të ardhmen, a do të ketë ndryshime te sholle? Ka kemi shku. Ka kemi shku, besoj që do ta dim shumë më mirë ka fillimi nëntorit, se sa sot, për shkak se fokusi i plot gjatë kësaj kohe ka qenë në sigurimin e mbarvajtjes garave dhe në këtë organizim që kemi këto 30. Në momentin që kjo të përfundoj, do të ne do ta bëjmë një rigrupim edhe një reflektim, e të shohim se a është ky momenti kur duhet të fillojmë me ato ndryshimet të cilat ka kohë tash i paralajmërojmë apo jo. Thash si në formë anekdote një ditë kështu në shoqëri, thash është fati mirë që e kemi shortin e mirë për këtë cikël para kualifikues, për në anën tjetër është fati keq që e kemi shortin e mirë, se do të na e shtyj besoj këtë përpjekje për ripërtrirje ndoshta edhe për pak muaj më tej. Kështu që besoj që rigrupimi, reflektimi mbi ato se ku jemi sot edhe ku duam të arrijmë dhe me kë duhet të arrijmë atje do të bëhet gjatë javës në vijim. Nuk e kam një përgjigje për ky sot. Arbar. A mbetet sholle selektor apo jo? Sholle në momentin që po flasim ne është selektori i Kosovës. Në momentin që po flasë. Me po herën e ashme kur folim, mundet edhe mos me qeni. Po natyrisht që mundet mos me qeni. Më mos me qeni herën e ashme kur folim kryetari federatës, kështu që do të gjithçka është relative në këtë punë. Sipas te, po të ty personalisht, a jeni për përtrirjen e Kosovës, përfaqësuesës së Kosovës, apo shfrytëzimin e këtij shorti dhe këtij rasti për të kualifikuar në kualifikim? Unë mendoj dhe thotë që unë jam për përtrirje përfaqësuesës, dhe kam thonë tash një vjet, e ma shumë që pesa. Kam thonë gjithmonë që jam për përtrirje dhe jam për Kemi po. Po kjo është fytyrja, dhe thotë këtu është ajo prerja e cila duhet bën. Unë vazhdoj me mendu dhe thotë që Dardan Berisha është lojtari më i mirë që kemi pasur ndonjëherë. Ndoshta në nivel kombëtar, por në nivel Kosovës patjetër. Edhe vazhdoj me thonë gjithmonë që ai ka dhënë më shumë se 100% në secilin grumbullim të cilin e kemi pasur ne. Unë kam pas fatin që me Dardanin me e nda këtë rrugtimin e përfaqësuesës prej ditës së parë hyti 2016 deri sot në kapacitete të ndryshme, po bashkë kemi qenë çdo herë. Edhe ai e jep 120%. Aty nuk mund t'ia zot për të madhe kërkush. Po tash kur do të jetë ai momenti që duhet t'i falenderojmë Dardanit për këtë ato që ka bërë, edhe për të shkuar me diçka me një përtrirje të ekipit, unë personalisht mendoj që për nëntor është tepër vonë. Po unë mora Dardanin si shembull, se ne lojtarë të tillë kemi edhe të tjerë të cilët po shkelin në për të 30 tash që është koha me i dhon hapësirën lojtarëve më të ri. Thash do të është patlume që kemi shortin e mirë dhe po shpresoj që këtë grup ta kalojmë tutje në korrikun e vitit të ardhshëm për të vazhduar i ngushtë në një grup pak sa më të fortë. Po në anën tjetër edhe këto prerje nuk mund të bëhen me një javë grumbullim. Kështu që prerjet duhet bëhen në momentin kur ne apo ndryshimet në të tilla strukturore të mëdha çfarë po mendojmë i bë, besoj që duhet bëhen në punë në momentin kur këto dritari kemi verës, kur kemi shumë kohë për të komponuar, për të punuar bashkë, qeveria për të bërë përzgjedhje, për të organizuar kamp më të gjatë seleksionuese, për të krijuar përfaqësuesën A e B, për të pa do të thotë se ku jemi do të thotë me të gjitha kapacitetet të cilat i kemi në fond të lojtarëve. Kështu që unë besoj që kur është mendimi im, natyrisht do të thotë mendimi im nuk është i një profesionist çfarë do duhet që ta jap këtë mendim përfundimisht, fatmirësisht e kemi edhe këshillin profesional për këtë punë që mund të na ndihmojnë këtë drejtim, po mendimi im është këtë, thotë që ne duhet ta bëjmë ndryshimin, po nuk është tash momenti për të bërë ndryshimin se i kemi veç edhe 6 javë deri në ndeshjen e parë. Faleminderit. Faleminderit.